Përshëndetje miq, mirë se erdhët në modulin 2 të kursit themeli. Moduli 2 është kategoria e shërbimeve. Pak a shumë është i ngjashëm me modulin 1, për shkak të ngjashmërisë nuk kena mundal shumë në pika, po thjesht disa detaje cilat e bëjnë ndryshimin mes moduleve. Pika e parë është identifikimi i kategorive të shërbimeve. Pra, na duhet më fokusu në shërbimet e marketingut digital. Por, pasi kemi cek edhe më herën e fundit në modulin 1, sektorin e avokatis, atëherë do të koncentrohemi aty, ose edhe tek këto shërbime tjera si pastrimi i peshqinave, rregullimi i orborave, ndërtimtaria apo patronshmëria. Gjë që besoj patronshmëria sjell më shumë të përfitimet mëdha nëse lun rolin si model i shitjes online apo model i komisioneve. Pika tjetër është analiza e tregut. Gjithmonë duni me analizu tregun për me kuptu kërkesën për shërbimet e marketingut. Në këto industri, edhe i identifikon nevoja specifike të klientave për me tërheq klienta të ri. Ti nuk mundesh më me veç me një klient. Pika e radhës është zgjedhja e kategorisë së duhur. Masi ke bënë një analizë tregut, duhet me vendos, më fokusu marketing digital për këto industri, pasi janë të kërkume edhe kanë potencial lartë përfitime. Momentin që e ke identifiku kategorinë, e ke bënë një analizë tregut, atëherë dush me zgjedh qatë kategorinë e duhur, cila ty të përshtatet me shërbimin tënë. Jo me thonë, po hi në avokati për shkak se pas ka më shumë parë, ose po hi në patronshmëri se ka dhe më shumë parë aty. Nëse nuk është për ty, nëse nuk përshtatet, nëse nuk flen as si ide e biznesit që ti mundesh me jap shërbim, atëherë mos hin. S'po di apo kupton, dikush e ka dhënë me jap me gjet klienta për patronshmëri, për toka, për ndërtime, për banesë. Dikush e ka më shumë dhënë me gjet klienta avokata, pse i shkon më shumë që e tim, veshët më interesant, din me folma ndryshe, më thonë shumë me rëndësi me zgjedh kategorinë. Ky ishte moduli 2, kategoria e shërbimeve. Jemi në modulin 3.